Në këtë hapësirë ku sot metrat katror peshojnë miliona, historia nis shumë më herët në vitet e 70-ta, kur familjet thonë se blenin tokë me kursimet e jetës, me idenë e thjeshtë për të ndërtuar një shtëpi. Por në vitin 1985, gjithçka ndryshoi. Komuna e Prishtinës, si shumë toka tjera, eksproprion edhe këtë tokë në Breg të Diellit. Ekspropriimi është proces ligjor përmes të cilit shteti ja merr një personi pronën private për interes publik, si për ndërtimin e rrugëve, shkollave apo projekteve tjera publike. Por ekspropriimi konsiderohet i përfunduar kur pronarit privat i kompensohet prona e marrë. Por, banorët në këtë rast thonë se nuk u kompenzuan kurrë dhe komuna nuk e realizoi asnjëherë planin për të cilin e kishte marrë. Dekada kalojnë. Pronarët presin që prona afër 64 ari t'ju kalojnë në emër të tyre dhe të jenë posedues faktik, derisa të njëjtit detyrohen t'i drejtohen edhe gjykatës. Toka mbetet aty, e paprekur, por e bllokuar, deri në vitin 2024, kur gjykata e apelit vendos, prona u takon banorëve. Një vendim i formës së prerë, që në teori duhet të mbyllte një histori të gjatë padrejtësie, por në praktik asgjë nuk ndryshon. Ndërkohë që banorët presnin që kjo tokë t'ju regjistrohej atyre, në prapaskenë zhvillohej një tjetër histori. Në vitin 2013, komuna merr vendim për këmbimin e një pjese të kësaj prone që prek 4 familje me një pronë tjetër në parkun e Gërmisë, që ishte në pronësi të qytetarit Mefail Cakolli. Prona mbi 16 ari në Parkun Nacional të Gërmisë, parku i mbrojtur që nga viti 1987 këmbehet me poaqari tokë me pronën milionshë në Breg të Diellit. Ndërsa dokumentet që ka siguruar betimi për drejtësi tregojnë që në fakt toka në Gërmi ishte ekspropriuar, madje edhe paguar pronarit serb para se të kalonte në pronësi të Cakollit. E disa audioingjëzime me zyrtarët e komunës ngrisin dyshimet për dallavere për mënyrën se si u këmbye kjo pronë e si po tentohet të mbyllet si çështje. I gjithë procesi i këmbimit të pronave pretendohet se filloi me shumë parregullsi ligjore dhe kontrata për këmbim nënshkruhet 11 vite pas, dhe krejt kjo vetëm pak muaj para se apeli t'ua njihte të drejtën banorëve.